Urdhro. Mirëmbrëma, doktor. Mirëmbrëma. Urime për emisionin. Faleminderit. Tani doja të kisha një problem me veten time, me thënë drejtën. Po? Jam një djalë 23 vjeç. Po? Dhe ku masturbon, ditën tjetër më dhë mesi dhe kam vishje syje. Masturbon dhe ditën tjetër të dhe mesi edhe të vishen syt. Po. Ti je i pamartuar. Po, beqar. Sa herë masturbon? Në çdo ditë? Po, 2 herë në javë. 2 herë në javë. Sa kohë ke që masturbon? Kam ja 5 vjetë. 5 vjetë. Do e thënë ki ishte lashi jotë që të dhe mesi edhe të vishen syt. Po. Ditën tjetër? Po. Mirë. Ta ishte në i sëmundje ke? Iku. Masturbacioni është akuzuar për para shumë vjeteve, është akuzuar si i dëmshëm për shëndetin, është akuzuar si kur të verbon, të shurdhon, të dëmton palcën e kurizit, të del lesh në përduar, do me thënë, i kanë thënë shumë, e kanë ngarkuar me shumë të këqia. E vërteta është që sot shkenca me siguri ka vërtetuar se masturbacioni i bër, kuptohet, pa e egzageruar, pa u bërë një obsesion, pa u mbetur mendja gjithë ditën atje, që mos të kujtohesh për shkollën, mos kujtohesh për aktivitetin fiskultural, mos vesh të lozesh me top, po të bësh gjithë ditën edhe çdo ditë masturbacion, sigurisht kjo nuk është normale. Por një djalë, një vajzë, një burr, një grua që bën masturbacioni sot konsiderohet i shëndetshëm dhe në të njëjtën kohë rekomandohet edhe si një metodë shërimi të disa disfunksioneve seksuale tek gruaja edhe tek burri. Pra, në seks terapi, masturbacioni është një metodë kurimi. Në rastin tënd, që ti thua kur masturbon sot dhe nesër të dhe mesi edhe të vishen syt, sigurisht kjo nuk ka lidhje me masturbacionin, kjo është në një gjë psikologjike që ti të mbetet mendja ke frikë, por të masturboj një djalë 23 vjeçar një herë në 2 ditë, siç bën ti, është një gjë normale për moshën e tij, është një gjë që nuk bën dëm, biles bën mirë sepse ti njeh veten tënde, ti e shikon që je i aftë të arrish ereksionin, të arrish orgazmën, pra je i aftë për aktivitet seksual normal, edhe në këtë kuptim masturbacioni është një procedurë jo vetëm e këshilluar, por që bën mirë shkenca ka vërtetuar dhe e rekomandon bërjen e masturbacionit, veçanërisht për vajzat, veçanërisht për të rinjtë që nuk janë martuar, është mirë ta shkarkojnë gjithë atë ngarkesë që kanë nëpërmjet masturbacionit, sesa të tentojnë të bëjnë marrëdhënie seksuale para kohe, e cila në të shumicën e rasteve ka dhe dëmet e saj, dhe e bërë para kohë, e bërë jo në kohën kur duhet, dhe të rinjtë duhet të dinë se kur duhet të bëjnë seks, kur duhet të fillojnë seksin, është më mirë se të bësh masturbacion se sa të bësh seks. Masturbacion mund të bësh me veten, mund të bësh me shoqen, mund të bësh reciprok, të bëni masturbim njëri tjetrit, por duke bërë masturbim dhe duke bërë atë quhet venis një ngacmim të përgjithshëm seksual, po pa interkurse seksuale,
juve evitoni disa rreziqe. Dhe rreziqet janë shtatzania në radhë parë, edhe infeksionet, sëmundjet seksualisht të transmetueshme, ndërmjet tyre edhe AIDS-i, SIDA, që është vdekje